Përshëndetje të dashur miq Shamazana. Sot do të përqendrohemi në një temë që ja vlen të vihet në fokus. Cila është ajo? Përgjigjen të zbulojeni në vijim. Visa K e Kinës, posaçërisht për talente e reja të huaja shkencore dhe teknologjike, u publikua zyrtarisht më 1 tetor. Kjo vizë e thjeshtë është një masë kyçe e Kinës për të zgjeruar shkëmbimin ndërkombëtar të talenteve dhe për të tërhequr talente shkencore e teknologjike me cilësi të lartë. Ajo është kategoria e 13 të e përgjithshme e vizave të Kinës, konkretisht për rinin e huaj në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Pavarësisht nëse jeni i diplomuar në këto fusha ose një studiues i ri në një institucion kërkimor, mund të aplikoni direkt pa patur nevojë të keni paraprakisht një punëdhënës vendas ose një letër ftese nga kompania. Por më tepër kjo lloj vize ka elasticitet më të madh në aspektin e numrit të hyrjeve dhe periudhës së vlefshmërisë. Ajo ka një sferë më të gjerë aplikimesh dhe një procedurë më efikase se sa vizat tradicionale. Lëvizshmëria globale e talenteve rritet me shpejtësi. Visa K ofron një kanal të gjelbër për talentet e reja globale të teknologjisë që të vinë në Kinë e të vënë në përdorim aftësitë e tyre, duke bashkëpunuar me ekipe të vendore për krijimi e risive. Ajo gjithashtu ndihmon në lidhjen e arritjeve shkencore e teknologjike kineze me tregun ndërkombëtar. Vitet e fundit, Kina ka promovuar vazhdimisht lehtësimin e vizave. Nga zgjerimi i rrethit të mijëve pa viza, deri te paraqitja e një sër kategorish vizësh, duke e hapur vazhdimisht derën e saj për botën. Kjo vizë e re bëhet një urë që lidh Kinën me botën, duke i lejuar një Kinë të hapur të punojë së bashku për përfitime të përbashkëta dhe për një të ardhme më të mirë. Kjo ishte përmbajtja e emisionit të sotëm. Faleminderit që më ndoqët dhe mund të ndani mendimet tuaja te komentet. Jam Zana, shihemi herën tjetër.